Aty më vjen një patrull policie, edhe ishin civil dhe me uniform, edhe më shoqërojnë në komisariatin numër 1. A u sollën mirë me ty? Miq, përshëndetje. Uroj që t'jeni mirë njerë gjithë kudo që ndodhen dhe për gjithë ata që agjërojnë të kenë një Ramazan dhe një agjërim sa më të lehtë të pranuar. Fushata elektorale zihen, me thënë drejtën, dhe shpresojmë që në këtë muaj të shenjtë të Ramazanit njerëzit të dinë të ndërgjegjësohen dhe të dinë se ku ta fusin atë votën e tyre në zgjedhjet e 11 majit. Unë jam me Dorin. Dori është një aktivist në tentativa për t'ju futur politikës, është marrë dhe më përpara me politikë. Mund ta keni parë në shesh që bën thirrje për protesta, thirrje për të mbledhur firmat, thirrje për të pasur një ide dhe një mundësi ndryshe nga ato çka ne po shohim dhe çka janë shpalosur deri më sot. Më tepër le të flasi vetë Dori. Dori, përshëndetje, dhe ç'a presim ose ç'a pritet nga tani në vazhdim, se deri tani e kemi parë, për ata që kanë parë Dori del, thirrje për protesta, thirrje për ç'a kërkon të bësh realisht. Siç e përmend edhe ti, jemi në muajin e Ramazanit dhe i uroj gjithë besimtarëve muslimanë dhe qytetarëve shqiptar një Ramazan të mbar. Zoti ja pranoft dhe ja lehtësoft agjërimin dhe uroj që shqiptarët në këtë muaj përveç faljes së gjunaheve edhe të ndërgjegjësohen, sepse jemi para një fushate elektorale ku çdo individ, çdo qytetar, çdo besimtar mund të vendosë për fatin e vet, familjes vet dhe të vendit vet. Do ta nisja me dy citate, mund të quaja hadith ose fjalë të profetit Muhammed, ku thuhet se veprat varen sipas qëllimit dhe ndryshimi vjen me gojë, ndryshimi vjen me gjymtyr dhe ndryshimi vjen me zemër. Dhe kjo e fundit faktikisht shqiptarët e marrin të mirëqen, por siç e shoh në situatën, shqiptarët ndoshta nuk kanë gojë apo nuk kanë duar që të protestojnë ndaj të keqes që ka zaptuar vendin dhe mendojnë se duke u larguar nga vendi, besojnë se po i bën një të mirë vendit apo vetes vet. Por faktikisht kjo botë është materialiste dhe shumë kush që ka ikur nga kjo botë nuk ka marrë asgjë tjetër vetë se veprat e veta. Të kalojmë në temë. Unë quhem Dorian Hekuran Demaj, jam me origjinë nga qyteti i Beratit dhe pasioni im për politikën, dëshira ime për politikën i ka rënjet e hershme që në fëmirin time, kam dashur shumë që të jem përfaqësues i popullit për shumë arsye. Dhe një prej arsyeve, siç e nisa edhe më parë, për të ndryshuar të keqen që në 35 vjet Shqipëria lëngon me shumë problematika që ky sistem 35 vjeçar i ka sjell Shqipërisë dhe shqiptarëve. Për të hyrë në temë, unë faktikisht jam marrë shumë me politikë prej vitit 2013 dhe i thon rreth 12 vjet, por jo vetëm kësaj, po njëkohësisht jam marrë edhe me një fushë shumë të kohës që është informatika, sepse jam specialist në fushën e informatikës, dhe njëkohësisht domethënë midis aktivizimit politik dhe profesionit tim për informatik, inxhinier i telekomunikacionit. Të hyj në temë. E kam nisur aktivitetin tim politik që kur kam drejtuar një televizion privat në qytetin e Beratit, në një parti shumë të vogël, duke qenë kryetar i një forumi rinor të kësaj partie në degën e Beratit, dhe më pas me kalimin e kohës dhe gjatë studimeve kam parë që problematikat në Shqipëri më tepër janë shtuar dhe jo janë pakësuar. Dhe jo vetëm kaq, por Shqipëria është populluar në 35 vjet. Dhe më pas, rreth vitit 2017, mua më është bërë një kërkesë nga një parti e madhe në vend. Të kanë bërë ftesë për të qenë pjesë e partisë, pjesë e listave për deputet në vitin 2017, por unë faktikisht atëherë kam patur disa probleme familjare dhe nuk kam pranuar. Pastaj ka filluar një fushat shantazhuese ndaj meje, siç edhe më vonë po njëjta gjë. Fushat shantazhuese në media, në rrjetet sociale, dhe unë përsëri e kam kaluar me me sfumim, duke u larguar prej saj sepse kam patur problematika më të mëdha se kjo.
dhe më tej vijnë zgjedhjet e 2021-shit kur u ngaroi në qytetin e Beratit, pra në qarkun e Beratit, në koalicionin ABEOK, i cili mbante numrin 5, të drejtuar nga deputeti i atëhershëm Kujtim Gjuzi, ka qenë koalicioni disa partive të vogla dhe që përbëheshin nga ata deputet që dolën nga djegja e mandatit të ish kryetarit Partisë Demokratike Lulzim Basha, Selamia Nisheri dhe disa tjerë, por fatkeqësisht, domethënë ka qenë koha post pandemi që i ka friksu diku njerëzit për të bërë më të afërt me fushatën tonë elektorale, edhe pse ne kemi qenë njëri ndër zërat më kryesor për njerëzit e nëpërkëmbur, njerëzit e shkënjyer nga partitë e mëdha politike. Kemi dalë në gjithë qarkun e Beratit, në diell e shi, kemi qenë 2 djem Berati dhe kemi ofruar ofertën tonë politike për një sistem politik të drejtë dhe për të qenë pragmatist, pra duke qenë më afër qytetarëve, duke punuar për qytetarët dhe për të mirën e këtij vendi dhe jo për faktikisht atë çfarë thot tre parti apo ky sistem tranzicion 35 vjeçar i ka prodhuar në këtë vend. Fatkeqësisht e quaj fatkeqësisht, por mund ta quaj si ironi të fatit. Një nga ata tashmë zyrtari i lartë i Partisë Socialiste, pa e përmend edhe emrin, deputetin aktual Blendi Klosi, ka patur të njëjtin numër në fletën e votimit si koalicioni im, koalicioni i cilin unë përfaqësoja, ABEOK, dhe me sa kam informacione që mund të jetë bërë gabim ose mund të jetë bërë e qëllimshme tjetërsimi i votave të kandidaturës time, i cili ishte po në këtë koalicion, i renditur i treti, dhe besoj, në bazë të informacioneve që kam, që mund të kenë rrjedhur votat e mia tek një deputet i cili jo vetëm që nuk ka lidhje me Beratin, por edhe në këto 4 vjet nuk është dukur një herë në qytetin e Beratit për të përfaqësuar qytetarët nga të cilët ai ka marrë votat, dhe faktikisht ndikimi i tij ka qenë nga forca politike të cilën ai përfaqëson. Pra ju pretendoni që gjatë mandati juve ju kanë vjedhur gjatë këtij ka rrjedhur votat, pra ka rrjedhur votat e mia për shkak të numrit që kemi patur të përbashkët, sepse sistemi i 2021-shit ka qenë ndryshe me sistemin e 2025-s, pasi ka qenë koalicionet me numër dhe numri i kryetarit dhe numri i renditës i këtij deputeti Blendit Klosi i Partisë Socialiste, një parti e madhe tashmë është në pushtet, ka qenë numër renditës, kurse numri i koalicionit që kam qenë unë ka qenë numri 5. Pra njerëzit mund të jenë gabuar, por mund thuash me mira njerëz nuk mund gabojnë kur fushata elektorale është bërë e qartë, ku është përcaktuar numri i koalicionit dhe numri përkatës i kandidatëve për deputet. Unë besoj... Po të paktën, vota jote ishte të paktën? Po, faktikisht, portalet më kanë nxjerr pak keq me numrin, por them që sipas informacioneve që kam, dyshoj që të jenë tjetërsuar votat, ose të janë nxjerr pavlefshme, ose këto votat kanë kaluar për mandatin e 5 të Partisë Socialiste në qytetin e Beratit. Tani, në 2025-ën, çfarë duhet presin gjithë shqiptarët nga Dorian Demaj? Faktikisht, unë gjithmonë kur ka zgjedhje, mundohem që të jem një alternativë e besueshme dhe para një muaj kam arritur që të mblidhja një sasi firmash që duheshin, sepse desha që të bëja një lojë politike në kryeqytetin e Shqipërisë, i cili është degraduar në maksimum, edhe para apo pas arrestimit të kryetarit të Bashkisë Tiranës, i cili ishte kuqedra e korrupsionit në Bashkinë e Tiranës si shumë të tjerë të Partisë Socialiste, dhe pyetja ime dhe rrjedh pyetja edhe sa të tjerë duhet të arrestohen nga Partia Socialiste, që Partia Socialiste të ketë mundësinë të jetë e besueshme për zgjedhjet e 11 maj, apo edhe ai që është në personën e tim, kryeministri aktual, apo edhe shumë të tjerë persona që kanë mbajtur. Kryeministri aktual është personën e tim për çfarë?
është personin e tim, sipas dijenis time, për çështjen e ish shefit të FBI-s, edhe për shumë zullume tjera që janë bërë në Shqipëri, por që kjo i ngelet spakut, sepse faktikisht kryeministri aktual re gjoksin për reformën e drejtësi, ku shumicën e bashkëpunëtorëve vet i ka në institucionet e ekzekutimit vendimit penal dhe thot se unë do të fitoj përsëri duke i patur shumicën e bashkëpunëtorëve në qeli dhe duke i thënë vetes se unë mund të marr mandatin e 4 dhe mund të shpall mbretëria, monarki, diktaturë, duke patur shumicën e bashkëpunëtorëve në qeli dhe thot që forca politike e Partisë Socialiste është forca e besueshme ndaj Partisë Demokratike, të drejtuar nga lideri historik i Partisë Demokratike, Sali Berisha, cilën e quajnë me atë humorin e vet batut bufin e kënetës. A është vërtet një buf kënete? Për sa i përket Sali Berishës, mua si Dorian, i përket së shkuarës. Edhe pse ai mund të vazhdoj të kandidoj apo të jetë ofertë e ardhshme, por për mua si Dorian ai përket së shkuarës dhe duhet vetë që ta loj mandatin dhe jo ta ketë një kërkesë prej shqiptarëve, ku bën edhe thirrje për një protestë pas disa ditësh për mbylljen e TikTokut, edhe pse ka deri diku të drejtë, por faktikisht ne jemi në këto kushte ku Shqipëria ka shumë probleme të tjera më të mëdha se TikToku. Kush është më e rëndësishme për të qendruar pak te TikToku me që e përmendë, sepse për gjithë, edhe për ne fushës së medias, edhe për ju që doni të aspironi për sa i përket politikës, TikToku dhe çdo rrjet tjetër social ose çdo mjet komunikimi është i vlefshëm, mendoj unë. Kush është më mirë, mbyllja e TikTokut nga ana e Ramës apo protesta për mbylljen e TikTokut nga ana e Berishës? Tani, mbyllja e TikTokut më duket një ide ekstreme, edhe pse është e duhur, por një platformë e cila nuk varet nga ne, por varet nga një biznes i huaj, nga një biznesmen i huaj. Gjitha nga bizneset huaj janë edhe Facebooku dhe Instagrami edhe YouTube. Po desha të thosha këtë që politika shqiptare gjithmonë vendos atëre ku i dhëm më shumë. Dhe unë them ku i dhëm më shumë për shkak se platforma e TikTokut është një platformë e cila shpreh lirinë e shprehjes, pra jep liri të shprehjes çdo kujt, por ka një problematik që qeveria shqiptare nuk besoj, por edhe mundet të negocioj për ta filtruar këtë platformë për moshat adulte. Jemi në prag fushate dhe ti thuaj që po mundohet që mos ndikoj ose të ndikoj ose të mos ndikoj tek pjesa e atyre të cilët votojnë për herë të parë. Po pra, për minorët. Pra, ndoshta edhe gabova, pra platforma duhet të filtrohet, sepse mbyllja e platformës tregon domethënë bllokimin e lirisë shprehjes si Shqipëria prej 3 dekadash e ka të bazuar në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, ku çdo shqiptar është i lirë të shprehet, të jap mendimin e lirë dhe ai duhet mendimi i tij duhet të respektohet dhe ndoshta nuk mund të pranohet, por kjo platformë fatkeqësisht ka edhe të keqen për partinë në pushtet, sepse siç jemi në dieni edhe nga prokuroria e posaçme, sepse doja ta lidhja edhe me prokurorinë e posaçme, që është vënë në survejim të çdo partie politike, çdo subjekti politik që do të manipuloj dhe do të minoj zgjedhjet e 11 majit, duke i bler dhe shitur votat e 11 majit, dhe kjo përbën krim elektoral, ashtu si kryeministri aktual dhe forca politike që ai udhëheq, i bie gjoksit dhe thot se reformë drejtësi ne e bëm dhe jemi krenar. Duke qenë se do përdoret kjo platforma si një mjet për të shitur dhe për bler votat, pas ka bërë mirë që pas ka mbyllur. Për të zbuluar makinacionet e partisë në pushtet, për të zbuluar makinacionet e partisë në pushtet për vlerjen e votas, dhe faktikisht Edi Rama dhe Partia Socialiste nuk e do këtë gjë, që të dali hapur, pasi
këtë gjë ja kërkoj edhe prokurorisë posaçme që ju nuk keni të drejtë që të na survejoni ne në procesin e votave. Tani për lidh me prokurorinë e posaçme sepse fatkeqësisht shqiptarët nuk duan ta kuptojnë që midis të mirës dhe të keqes duhet zgjedhin gjithmonë të mirën, sepse e keqja është shumë e shpejt, por e mira ka fryte më të. Pra e mira është të dalin protest. Protest. Pra, për ta lidhur pak me pyetjen që të bëra, kush është më mirë, Rama që mbylli TikTokun apo Berisha që po bën thirrje për protest pse u mbyll TikToku? Pra, Rama tham që nuk e do TikTokun sepse nuk e menaxhon dot për sa i përket shitblerjes së votave. Në ana tjetër, i bie që Berisha bën protest, në thonjë ai e ka si kauzë për mbylljen edhe ndërprerjen e fjalës së lirë e tjera. Kush është kauza e Berishës sipas jush? Që bën protest. Unë besoj që Berisha në protestën që do të bëj për mbylljen e TikTokut, besoj që kërkon të maksimizoj votën opozitare me një kauzë të përgjithshme, sepse platforma e TikTokut ka një audiencë shumë të madhe dhe përdorues të mëdhenj në Republikën e Shqipërisë, por siç e thash që për Partinë Socialiste, për kryeministin aktual, kjo platformë në emër të prindërve dhe problematikave që ka hasur më parë, nuk mund ta pranoj dot që platforma është një mjet i pakontrollueshëm për shitblerjen e votës, sepse këtë gjë e ka përmendur në prokurorinë e posaçme. Dhe po ta krahasojmë me protestën e punonjësve të bashkisë para institucionit të SPAK-ut, është një protestë më normale kjo e Berishës, pasi ai po kërkon në një pjesë të kësaj proteste mos ndalimin e fjalës lirë. Edhe pse, siç thash, platforma duhet të filtrohet. Ndërsa për sa i përket protestës së SPAK-ut, i punonjësve të bashkisë të SPAK-ut, është një protestë anormale, ku them domethënë se si mundet këta punonjës të policisë bashkiake apo gjithë bashkisë Tiranës mund të dalin dhe të mbrojnë një vepër penale të parashikuar nga Kodi Penal dhe të shpërdorojnë detyrën duke lënë akoma skandal që është apo jo vepër penale, ai është thjesht nënhetim, pra akoma po hetohet, nuk ka dalë. Po flas për punonjësit e Bashkisë Tiranës, të cilët e lanë detyrën, domethënë dy herë, një herë që shkuan te SPAK-u dhe një herë që shkuan tek takimi i kryeministit. Të gjithë ata ishin punonjës bashkie dhe policie bashkiake? Mund të qenë mbështetës të Partisë Socialiste, por nëse ata kanë qenë në kontratë pune dhe që paguhen nga taksat e qytetarëve, ata nuk mundet që të lënë orarin e punës për cilën paguhen taksa nga qytetarët e Tiranës dhe Shqipërisë për të dalë në protestë për të intimiduar prokurorinë e posaçme e institucionit të drejtësisë së pavarur dhe për të mbrojtur një krim apo disa krime të parashikuara nga Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë. Aty më vjen një patrull policie, edhe ishin civil dhe me uniform, edhe me shoqërojnë në komisariatin numër 1. Kemi parë Dorin që lëviz me një megafon në rrugët e Tiranës. Faktikisht unë megafonin e lajmërova në datën 20, pra në atë datë kur këta punonjësit e policisë bashkiake dolën në mes të sheshit me urdhër nga lart, duke shpërdoruar detyrën jashtë orarit punës dhe që paguan nga taksat e qytetarëve të Beratit, unë një aktivist politik Tiranës dhe gjithë Shqipërisë. Në datën 20 shkurt, dita e kujtesës historike, që është dita ku u rrëzua busti i Xhaxhit Enver në sheshin Skënderbej, unë personalisht si qytetar i lirë i këtij vendit kisha dëshirë të protestoja me disa qytetarë të tjerë të lirë të vendit, duke mbledhur dhe qytetarë të tjerë të nëpërkombur dhe të zhgënjur nga kjo klasë politike, elektoratin ngri dhe elektoratin e zhgënjur, për të protestuar për shumë problematika dhe për të ndërgjegjësuar qytetarët shqiptar që në 11 maj të votojnë alternativën e duhur dhe jo të votojnë siç kanë votuar robot të komanduar prej 35 viteve. Problemi këtyre robotëve të komanduar prej 33 viteve, ne në fillim fare gjithë kështu na bëhen të mirë, të dashur, ne do punojmë për ju, ne do bëjmë nami kur të vim pushtet. Dhe befas pastaj kalojnë, jo dikujt i ngecin disa lek në për tubat e sobës, jo po dikujt ishte pastruese diku dhe pse ku i gjeti disa lek, pra është historia 30 vjeçare që ne na ka njohur me këto bëma të këtyre robotëve tanë. Këta
rrugës kalojnë dhe kthehen, transferohen në robot. Tani, faktikisht, do të më thënë, robot komanduar quaj ata qytetar ose ata antar partie të cilët nuk i marrin ose votues, simpatizant, që nuk i marrin vendimet vet, por kanë atë frikën që bëbo kam një person në punë, bëbo ndihma sociale, bëbo këtu, bëbo atje, por do ta shpreh pak më vonë për këtë problem. Ishin tek arrestimi. Ç'a ndodhi pas arrestimit? Të arrestimi. Faktikisht kam shkuar drejt bulevardit Dëshmorkomit me megafon, duke folur tek qytetarët të cilët duhet na bashkoheshin protesta qytetare, politike, jo politike, dhe qytetarët e nëpërkëmbur, qytetarët e zhgënjur nga forcat politike në 33 vjet ose 35 vjet, dhe çfarë ndodh? Kur afrohem afër kryeministrisë, sepse kryeministri sapo do dilte nga kryeministria për të afruar për të shkuar në Sheshin Skënderbej për atë takimin e famshëm që kishte, aty më vjen një patrull policie, edhe ishin civil dhe me uniform, edhe më shoqërojnë në komisariatin numër 1. Unë për efekt të kohë nuk e kam dorëzuar dokumentin për të marrë leje për protestën, por e kisha lajmëruar në rrjetet sociale që do të bëja një aksion opozitar të vërtet, jo opozitar që fshihen pas, sepse kam dëgjuar shumë njerëz që thonë ke marrë lek, je me Sorosin, faktikisht unë e desha përveç se disa qytetarëve që kisha, desha të mblidhe sa më shumë qytetar të nëpërkëmbur, qytetar të pavarur të lirë të këtij vendi, që të protestoni për kauzat qytetare dhe jo për kauzat politike, që fatkeqësisht partitë politike bëhen shumë të mirë para zgjedhjeve dhe pas zgjedhjeve harrojnë qytetarët dhe për ata çfarë ata. Pak për momentin e arrestimit. Dhe aty do ta nis. Shkoj në komisariatin numër 1, kam qëndruar rreth 2 orë në komisariatin numër 1, dhe pasi kam dalë aty, i kam thënë gjithë punëtorëve të shtetit për çfarë jam ndaluar, dhe më kanë thënë, edhe pse më kanë thënë gjatë shoqërimit që ne të kemi ndaluar sepse ti që nga për problem për prishjen e qetësisë publike dhe të qetësisë së kryeministit Rama në një takim të palishëm, dhe unë e theksoj që ai ka qenë takim i palishëm pasi kryeministi ka pozicionin e vet dhe jo pozicionin e kryetarit të bashkisë. Përveç se edhe punonësit e bashkisë së Tiranës bën veprën e dytë penale pas asaj protestës së Spakut, sepse quhet një takim i jashtëligjshëm pasi kanë shpërdoruar detyrën, kanë qenë në një orar pune. Dhe ç'a ndodh? Sapo mbaron takimi, gjithë shefat e policisë, faktikisht gjithë gëzoj respekt të plot, sepse janë punonësit e policisë shtetit. A u sollën mirë me ty? Po, faktikisht respekt të plot dhe ndjej shumë respekt për të gjithë punonësit e policisë shtetit, pasi kanë folur në mënyrë qytetare dhe i kam thënë për çfarë u ndalova unë, dhe më thanë që i ke prishur qetësinë publike apo qetësinë publike patronazhiste dhe jo. Ke shqetësuar kryeministin? Po, kryeministin për një takim të jashtëligjshëm e theksoj, dhe çfarë ndodh? Unë shkoj atë se dim jashtëligjshëm brenda ligjit. Jashtëligjshëm sepse kryeministi është kryeministër dhe sipas ligjit nuk mund të shkojnë në krye të bashkisë pasi ka nënkryetar, ka sekretar, ka këshill qarku, por nuk do të merren me bashkinë. Për moment do merren me veprimet e policisë së shtetit. Dhe çfarë ndodh? I them policisë së shtetit çfarë kë ofendova unë në atë takim të tyre që unë mund të ndalojmë dhe të arrestojmë. Dhe ja ku është dokumenti që unë doja dorëzoja në komisariatin numër 3, po për efekt të kohë nuk e bora. Dhe çfarë ndodhi? Unë e lash tek komisariati numër 1 dokumenti që dorëzoja policisë së shtetit, dhe sapo kam mbaruar punë me oficerin e policisore, i kam falendëruar të gjithë stafin e turnit në atë komisariat dhe jam larguar me këmbët e veta, në këmbët e mia drejt nga komisariati numër 1. Dhe çfarë ndodh? Sepse incidenti vjen më pas. Unë nuk ndalem sepse ky ishte një presion ndaj meje, që nuk është i pari, është i disati që mos të flas kundër qeverisë apo kundër klasës politike, por të flas vetëm çfarë intereson atyre. Pra ty po të konsiderojnë TikTok, ata donin të mbyllnin edhe ty. Po, donin të mbyllnin drejtën e fjalës, ku çdo qytetar është i lirë të protestojë duke bërë dhe kërkesë në policinë e shtetit. Dhe çfarë ndodh? Ditën e diel, nuk e mbaj mend për momentin datën,
ka qenë një ditë e diel që unë i kam thirrur për protestë dhe kam patur 2 ditë që kam dalë në Tiranë me megafon duke i thirrur gjithë qytetarët për protestë dhe të gjithë ishin të interesuar, edhe pse ishin pak, po më erdhi keq se si qytetarët nuk reagojnë për problematikat e veta dhe kur vjen momenti për takime të tilla, siç u bë te sheshi Skënderbej apo edhe për mitingjet elektorale, qytetarët janë të parët. Dhe kjo është fatkeqësi kombëtare. Ose do ka të bëjë shumë edhe me aftësinë se sa i aftë je ti që ti bësh njerëzit për vete, që ti afrosh, që të mblidhen. Pra, çfarë duhet presim ne si qytetar, pra qytetarët e thjesht nga një kandidat ose nga një person si punë Dorian Demajt. Pra, çfarë bën mua që unë të besoj që ti je alternativa për Shqipërinë, për mua, për gjithë. E kuptoj. Dhe aty pash që njerëzit u ndikuan nga fjalët e mia dhe fjalët e mia, protesta ime ishte qytetare, jo politike, dhe protesta ime ishte për qytetarët dhe për të mirën e qytetarëve dhe jo për interes të një pozicioni tim, sepse unë kam mbajtur të njëjtën linjë të pavarur, çfarë do thotë që nuk kam pasur lidhje me asnjë, as kam patur funksion politik dhe as kam qenë në ndonjë nga këto parti të mëdha, antar i këtyre partive të mëdha dhe gjithmonë Shqipërinë e shoh si vend të bekuar, por vend të mallkuar nga ata të cilët na kanë qeverisur në 35 vjet, që sot është popullimi është masiv, ku sot Shqipëria nuk ka asnjë alternativë ndaç për ekonomi, ndaç për politik, sepse i kanë futur politikës që të jem një zë i qytetarëve të lirë, të nëpërkëmbur, të zhgënjur nga politika e vjetër dhe të ketë ekonomi tregu dhe përveç se kësaj janë futur për që një alternativë e besueshme për zgjedhjet e 11 maj të vitit 2025, edhe pse jam akoma në tentativë për të futur në lista, sepse kuptohet që cila është partia që përfaqëson ose që ke ngritur ti? Unë faktikisht gjithmonë kam qenë i pavarur dhe ajo që dua të them dhe qytetarëve që janë dalur prej 12 vjetësh në këtë luftë dhe betej politike me klasën e vjetër politike, kam qenë i pavarur, nuk kam qenë as funksionar publik dhe as nuk kam qenë me këto antar i partive të mëdha dhe gjithmonë kam mbajtur linjën për Shqipërinë europiane. Dhe gjithmonë në kauza qytetare, në protesta qytetare, në intervistat që kam dhënë, gjithmonë i kam bërë thirrje shqiptarëve që të ndërgjegjësohen dhe të vlerësojnë më të mirin dhe si individ apo si forcë politike, edhe pse në Shqipëri ka disa forca politike të reja, të cilat janë anti-establishment ose janë kundër klasës vjetër politike, dhe unë si i ri kërkoj që Shqipëria të realizoj të përmbush detyrimet e saj si shtet i lirë, sepse folëm pak më parë për TikTokun dhe kjo mbyllja e TikTokut do të thotë që shqiptarët nuk janë më të lirë, po shteti po shkon drejt monarkisë, drejt diktaturës, dhe pastaj i pavarur, pra që mos ketë lidhje me partitë e vjetra, sepse kur them nuk ka lidhje me partitë e vjetra, sistemi që kanë ndërtuar partitë e vjetra, klasa e vjetër politike është robot i komanduar. Pra do bësh sistemon sepse kështu na intereson neve. Dhe shqiptarët duhet të ndërgjegjësohen që në 11 maj të votojnë më të miri si kandidat apo partinë që është më afër tyre dhe është më afër interesave të tyre dhe jo një parti e cila ndikon tek elektorati për interesat e veta dhe jo për interesat e qytetarëve. Faktikisht unë nuk për momentin jam në tentativë për listën e kandidat, por ndoshta edhe nuk mund të kandidoj, por dëshirë kam që të kandidoj në një frym anti-establishment, pra kundër klasave politike, sepse po kjo qeveri, po kjo klasë politike më ka ndaluar disa herë të kandidoj i pavarur dhe të jem zëri i qytetarëve të lirë, i pavarur, sepse shumë kushton ti nuk mund të bësh do ndryshimi, sepse ty fjala jote nuk dëgjohet, jo po ti nuk mund të marrësh do shtatë një mandate që të krijosh qeverinë. Unë jam aty për zërin e qytetarëve, për të ngritur zërin e qytetarëve të nëpërkëmbur, të zhgënjur nga këto parti politike. Dhe shumë mirë ma thej që njerëzit ndryshojnë rrugës. Nëse unë, Dorian Hekuran Demaj, do të kisha ndryshuar rrugës, nuk do të mund që pas zgjedhjeve të 2021
dilja shpesh në protesta qytetare, kur nisën protestat e çmimeve, protestat e vrasjes të disa qytetarëve të lirë të këtij vendi, e shumë protesta të tjera kanë dhënë disa intervista, domethënë, për interesin e qytetarëve dhe jo për interesin e partive të vjetra politike. Pra jemi në këto momente që flasim, jemi në kushtet që ti po tenton për të bërë kandidat i një force politike, pra ti vetë nuk ke një logo tënde që ti do që ta ngresh, por do që ti bashkohesh i force politike. Pra kjo vlen për të thënë që njerëzit ta kuptojnë se për çfarë flas. Në 12 vjet unë kam bërë luftë politike ndaj establishmentit dhe partive të vjetra, por nuk më kanë lënë që të dile i pavarur, dhe i pavarur do të thotë që të dëgjoheshin njerëzit e lirë të pavarur të vendit, njerëzit në përkëmbër dhe të zhgënjur, por këta nuk kanë dashur të, domethënë, kanë bërë çdo lloj presioni në çdo lloj forme dhe përsëri kanë hasur nga mua një forcë të mbi natyrshme, thonjza, domethënë, sepse i kam kundërshtuar gjithmonë. I kam thënë që u jam qytetar i lirë, i pavarur dhe do të protestoj si qytetar i lirë, i pavarur për zërin qytetar dhe jo si një qytetar i cili komandohet nga një forcë politike apo nga një kryetar partie, që duhet të firmos, siç po e përmend e rastin e Bashkisë Tiranës apo edhe raste tjera, që duhet firmos me urdhër nga lart për interesat të një grupi të caktuar politik apo ekonomik. Dhe që mos ta zgjasim më shumë, ku t'ja keni hedhur grepin, si më thënë, cilës parti e keni hedhur grepin për t'ju bashkuar? Tani jam në tentativë, po e lë surprizë, sepse thash ndoshta edhe nuk mund të kandidoj, por kandidimi im me këtë lloj forcë politike është për qytetarin, për Shqipërinë europiane, për zërin qytetarëve të lirë, qytetarëve të nëpërkëmbër, të zhgënjur, gri me pak fjalë, për elektoratin ngri dhe elektoratin e zhgënjur, jo me një parti nga 3 parti të mëdha, të cilat e kanë ngritur këtë lloj sistemi të robotët komanduar. Dhe shqiptarët janë friksuar prej partive të mëdha që ne do votojmë këta se këta na japin një mundësi pune, këta na japin një thesmie, këta na japin një zarf apo një iftar, se jemi në muajin e Ramazanit, por qytetarët duhet të ndërgjegjësohen. Dhe se ti thua që muslimanët gënjejnë me një iftar për të dhënë votën? Kjo ka ndodhur. Nuk është se po e shpik, kjo ka ndodhur kur ish kryetari i bashkisë, po quaj ish kryetari i Bashkisë Tiranës, i ka treguar haptas edhe me disa hoxhallar që ka bërë disa iftare dhe kjo ndoshta nën